Universitet të vlerësimit të Malësisë së Madhe, titull të veçantë Thesaur Natyror Poetik i Botës 2026 nga Universiteti Texas Dallas, ftojmë për të nderuar atë të cilin ka bërë Malësinë e Madhe me një emër të veçantë, si ka lënë fritet, punën dhe përkushtimin për të nderuar kurdo, jo vetëm në mbar vendin tonë, në toret shqiptare, por edhe në arenave kombëtare. Ftojmë për të vlerësuar me një titull të veçantë nga Universiteti Texas në Dallas, kryetarin e bashkisë Tonin Marinaj, për të marrë një vlerësim të veçantë nga ky universitet. Njëkohësisht ftojmë në emër të këtij universitetit Rudolju Pqojc për t'i dhënë vlerësimin kryetarit të bashkisë Malësie e Madhe, zotit Tonin Marinaj. Është privilegj i veçantë të dorëzojmë çmimin Artisti i Natyrës për vitin 2026 kryetarit të Bashkisë Malësisë së Madhe, zotit Tonin Marinaj. Ky çmim nderon një bashkim të rrallë dhe të domosdoshëm. Bashkimin e kujdesit për natyrën me vizionin artistik. Në çdo brez ka njerëz që e kuptojnë se natyra nuk është thjesht një pasuri për të administruar, as vetëm një peisazh për të soditur nga larg. Ajo është një trashëgimi e gjallë, e cila na është besuar për ta ruajtur, për ta përtërir dhe për t'u përcjell brezave që vijnë. Puna e Tonin Marinaj qëndron pikërisht brenda këtyre kontureve të këtij kuptimi. Sot kur shohim Malësinë e Madhe, nga koha kur ai nisi shërbimin e tij si kryetar i bashkisë e deri në këtë fazë të mandatit të tij të fundit, dallojmë një ndryshim të prekshëm në jetën publike, në hapësirat e përbashkëta dhe në marrëdhëniet e banorëve me natyrën. Kontributi i tij është ndier në shumë anë të bashkisë, në Vërmosh, në Tamar, Bajs, Koplik, Reç, Razën dhe në gjithë vendet e tjera banuese të Malësisë së Madhe. Me një buxhet të kufizuar, por me përkushtim, shije dhe vendosmëri, ai ka arritur të krijojë ndërhyrje cilësore në Malësinë e Madhe, duke realizuar në një kohë relativisht të shpejtë, me një ndjeshmëri të veçantë dhe krenari për vete dhe për vendin. Kujdesi për natyrën është i pandashëm nga kujdesi për komunitetin dhe për mënyrën se si leadershipi i tij ka shërbyer trashëgimisë së bashkët njerëzore në modus artum text e words, ka nderin të dorëzojë Malësisë së Madhe zonë poetike natyrore për vitin 2026, thesaur i çmuar poetik botëror. Ky çmim që më jepet nga Universiteti i Dallasit në Texas, një nga universitetet më të mira të SBA-s, i jepet Malësisë së Madhe, i jepet njerëzve. Jo mua, pavarësisht se përfitues metem unë në cilësinë e kryetarit të bashkisë Malësisë së Madhe. Unë jam shumë i vlerësuar, pikërisht se vjen nga një shtet që Shqipëria dhe Malësia e Madhe janë të lidhur me zemër me SBA-n, ose mund të them është shteti i cili ka ndihmuar shqiptarët edhe për të formuar si shtet, por njëkohësisht vazhdon edhe në shtet edhe sot. Komuniteti jonë në SBA është një komunitet i madh, ku secili prej nesh, dikush ka djalin, dikush kushrin, dikush vllajin, dikush motrën, dhe realisht po punojnë, po shkollohen, edhe po bajnë gjëra të mrekullueshme, edhe për SBA-n, po njëkohësisht edhe për ne. Kështu që në këtë rast, edhe herë, duhet të falenderoj bordin e universitetit, të cilin zgjodhen Malësinë e Madhe, pas disa rekomandive të disa universiteteve shqiptare dhe ndërkombëtare, të shpallën Malësinë e Madhe me këtë çmim të madh.
Për pak pushe disa male, nuk po i thon malësia e madhe, nuk po i thon malësia e madhe, por e madhe është bujaria, ku e mur emrin malësia, ku e mur emrin malësia. Ashtë e madhe kulla e gurit, por me madhe besa e gurit, ja në dhane nere shpis, ja ka dhane emrin malësis. Ashtë e madhe kulla e gurit, por ma i mande rip laburit, ja në dhane në lok trimëris, ja ka rrit emrin malësis.